Kështu funksionon normalisht. Tashti, për institucionet të nivelit të gjykatave nuk ka... A ka ndonjë sistem paralajmërus apo monitorus nga ana e shishit që ka patur apo duhet të ketë kur bëhet fjalë për kërcënime, ku ka sinjale për kërcënime ndaj padyshim. Në qoftë se ka sinjale për kërcënime, këtu ka shërbimi informativ i shtetit është shumë i lidhur ose më saktë në kontakte shumë të ngushta me Ministrinë e Drejtësisë, me Ministrinë e Brendshme, veçanërisht me drejtorinë e përgjithshme të policisë, dhe në qoftë se shërbimi ka një indicie për këtë punë, puna parë lajmëron policinë e shtetit, thotë shikoni, kemi indicie të ca natyre. Ku jemi, çfarë niveli është niveli, le të themi, kërcënimit i këtij niveli, atë përcaktohet një grup pune i cili ndjek punën e përbashkët. Janë dy gjëra. Shërbimi mbledh informacion, inteligjencë, vetëm. Shërbimi këtë inteligjencë ja jep institucioneve përkatëse. Dhe këto janë paralajmëruese. E kuptoj. Pastaj institucioni përkatës, në rastin konkret, policia e shtetit, e investigonte dhe në qoftë se gjen të dhënat ligjore që çapo ndodh, atëherë ky kthehet në rast penal dhe i referohet prokurorisë përgjithshme. Nëse unë bëj pyetje ndryshe, nëse një gjyqtar në këtë rast që është fjala merr një kërcënim të caktuar apo disa kërcënime, çfarë protokolli duhet të ndjeki që të shkojë në të ndjeki hapat e duhur për ta bërë të ditur këtë kërcënim që ka marrë dhe të merren masat? Punë e parë, unë besoj që gjyqtari punë e parë, nëse ka një kërcënim, institucioni ka një dek të sigurisë së personelit në brenda dhe me siguri që e ka gjykata. Punë e parë i thotë shefit të sigurisë, shiko kam këtë problem. Pra, kush institucion duhet të ndërhyjë është fjala? Kush institucion duhet të ndërhyjë, cili? Puna parë i thotë institucionet vetë. Në qoftë se institucioni vetë e merr të informacion dhe nuk ka autoritet ose nuk ka mjete për të vazhduar më përtej, atë puna parë që bën shkon i drejtohet e institucionit të policisë së shtetit, në qoftë se ky institucion nuk ka një institucion mbi vete. Përndryshe, drejtuesi i institucionit e eskalon tek ku diun tani, nuk do më falësh, por nuk jam shumë i qartë se si funksionon përgjithsisht sistemi i drejtësisë ose i gjykatave. Pra, eskalohet, shkallëzohet informacioni, se qohet deri aty tek vendimarrësit. Dhe vendimarrësi vendos, kjo është një rast që duhet të ndjekur, atëherë i vjet detyrë dhe këtu pastaj vihet në nivelet më të larta ku i vjet detyrë institucionit e shërbimit informativ, policisë shtetit, shërbimeve të tjera, siç ka policia ka shërbime inteligjence ose kontrinteligjence, ushtrisë në qoftë se ka nevojë ose inteligencës së ushtrisë, kjo varet nga niveli i kërcënimit. Kjo varet, po ne nuk kemi organ, ose më saktë ne, unë kam qenë drejt shërbimi informatik i shtetit, nuk është institucion ligjbatues, po institucion informativ. Gjithsesi unë pyes, a ka shishi kapacitetet, logjistikën, këtu bëhet fjalë për burime njerëzore, teknologji, koordinim institucional të mjaftueshëm për të zbuluar nëse ka diçka që nuk shkon ndaj një funksionari të drejtësisë? Unë besoj që po. Unë besoj që po. Kur po t'i vihet shërbimi t'i thuhet që këtu, sepse janë dy mundësira. Mundësia e para është vetë shërbimi përmes burimeve të veta, përmes arritit të tij, merr një sinjal të tillë, dhe atëherë kur e merr sinjalin shkon direkt të konsultohet me atë që mund të jetë objekti i këtij sinjali. Kur flas jo domosdoshmërisht me gjykatën, por shkon me kryeun e institucionit dhe thotë shikoni, ka një kërcënim këtu që ne nga dal nga një burim i on. E kuptoj. Për shembull, para mirë mund të ishte që ky personi që bëri vrasjen mund të kishte folur me dikë, mund të kishte shprehur ndonjë problem të vetin me drejtsinë, me kërcënim diçka, dhe këtë qëlloj që rrjeti informativ i shërbimit e ka perceptuar, atëherë automatikisht kjo përshkallëzohet, siç u thash, në mënyrë institucionale, së pari në brenda shërbimit, pastaj është përcaktuese nga shërbimi se sa i rëndësishëm është ky moment që ty ti qosh të shkohet pastaj ke institucionet të tjera të sigurisë kombëtare, siç është, ju thash, policia e shtetit ose prokuroria e përgjithshme me radhë. E kuptoj.